Shikoni, spari, sipas rregullores punës Kuvendit të Kosovës, sepse duhet t'ju referohemi rregullores, e cila në tërësi është një farë kushtetute e Parlamentit të Kosovës. Rregulloria i përcakton gjitha procedurat e zhvillimit të seancave, qoftë ato konstituive, qoftë ato edhe të seancave të rregullta të Kuvendit. Nuk është në kundërshtim me rregulloren e punës Kuvendit ndërprerja e seancës së konstituive në rastin konkret, për faktin që partia ose subjekti politik i cili ka të drejtën ekskluzive të propozimit kandidatit të prokurotar Kuvendit, në një moment të caktuar mund të bëj propozim që ndërprerja të ndodhë për arsye që qoftë politike, qoftë edhe për arsye të ndryshme. Madje rregulloria ka atje një dispozitë e cila thotë që për çfarëdo lloj arsye të ndërprerjes së seancës së Kuvendit, e njëjta ndërprerje nuk mund të zgjatet më tepër se sa 48 orë nga dita kur është ndërprerje. Prandaj edhe vetë rregulloria e punës së Kuvendit e lejon mundësinë që të kemi ndërprerje të seancës konstitutive, por që nuk mund të zgjatet më tepër se sa 48 orë nga dita ose nga momenti i ndërprerjes. Prandaj edhe seancat që i kemi pasur vitin e kaluar, ju kujtohet ajo radha e caktimit dhe mbajtjes së seancave çdo 48 orë, tani nuk është situata e njëjtë, sepse në atë kohë shkaktoheshin veprime antikushtetuese. Ju kujtohet zgjedhja në kryetarit, jo në përputhje me procedurën ose tentimi për ta zgjedhur presidentin në kundërshtim me quorumin dhe dispozitat e kushtetutës, apo edhe ato procedurat për të vazhduar me votimin e mbyllur të zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarit të Kuvendit, por gjitha këto kanë qenë veprime konkrete që e cenonin edhe rendin e ditës së seancës konstitutive të Kuvendit. Kurse në rastin konkret nuk pati asnjë veprim procedural që më u cilësu si shkelje, thjesht pati një kërkesë që të pezullohet përkohësisht funksionimi ose vazhdimi i seancës konstitutive deri në, siç e thanë ata, në një marrëveshje potenciale për ta zgjedhur kësaj presidentin. Arsyetimi nuk është çast shumë i qëndrueshëm për faktin se nuk duhet të ndërlidhet konstituimi i Kuvendit edhe me çështjet politike sa i përket arritjes së marrëveshjes për zgjedhjen e presidentit, mirëpo duhet të sqarojmë një fakt që Kuvendi, deputetët e Kuvendit të Kosovës nesër në ora 23:59 minuta e kanë afatin e fundit që duhet ta respektojnë këtë afatin 30 ditor të vendosur nga gjykata kushtetuese për ta konstituuar Parlamentin e Kosovës. Në rast se nesër ndodh që këta deputetë të Kuvendit të Kosovës nuk e kanë respektuar këtë afat, atëherë me drejt mund të themi që kemi shkelje të kushtetuesës Kosovës dhe shkelje të gjykimit të gjykatës kushtetuese të viteve të kaluara, e cila në një farë forme ka interpretuar se çka nënkumton thirrja e seancës brenda 30 ditë dhe përfundimi i kësaj seance brenda 30 ditë. Mirë, po këtu kemi një zbrasi ose të themi ashtu, një paqartësi, dhe ajo paqartësi ndërlidhet me mungesën e pasojës politike apo kushtetuese që mund t'ju përcaktohet këtyre deputetëve të Kuvendit të Kosovës në raste të njëjtit, me qëllim apo dhe pa qëllim, nuk e konstituojnë Kuvendin brenda këtij afati 30 ditor. Pra, aktualisht as kushtetuta e Kosovës, as rregulloria e punës së Kuvendit, por as vetë vendimet e gjykatës kushtetuese nuk na kanë dhënë sqarime se çfarë ndodh dhe çfarë pasoja ose efekte prodhon situata në rast se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e respektojnë afatin 30 ditor për mos konstituimin e Parlamentit të Kosovës. Me një farë forme gjykata e ka shëruar që kjo përbën cenim të kushtetutës, të rendit kushtetues, por nuk ka sanksionuar, të themi ashtu, as politikisht, por as në kuptimin kushtetues, se cilat janë efektet e moszbatimit të këtij vendimi.